Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Jehona Lushtako Sadriu, ka deklaruar se grupi parlamentar i kësaj partie është i bashkuar dhe nuk po përballet me asnjë trusni të brendshme, pavarësisht tentimeve për të peshkuar deputet individual. Në një deklaratë për TV21, Lushtako Sadriu tha se 2 deputet të LDK-s janë kontaktuar më herët, por ata kanë dhënë përgjigjen e duhur dhe nuk kanë lëkundur shëndrimin e tyre. Ajo e cilësoi grupin parlamentar të LDK-s si të konsoliduar plotësisht dhe pas një dilim të brendshme. Ne nuk kemi shqetësime brenda grupit ton parlamentar, nuk kemi as si ndjesi, ne jemi grup shumë kompakt politik, me një shumicë të deputetëve të rinj, nuk ka dilema. Më herët 2 deputetë të LDK-s janë kontaktuar, por ata e kanë marrë përgjigjen e duhur, tha ajo. Lushtako Sadriu gjithashtu vlerësoi se problemi real qëndron te lëvizja vetëvendosje, e cila sipas saj po përballet me mungesa të shumicës parlamentare dhe për këtë arsye po tenton të bllokojë procesin në Kuvendin e Kosovës. Ne mendojmë se, ashtu siç është, partia me numrin më të madh të votave ka obligim ta propozojë kandidatin për kryetar të Kuvendit. Problemi real i kësaj partie është se, duke parë se ka mungesë të numrave, po tenton të pengojë Kuvendin e Kosovës, u shpreh deputetja e LDK-s.